Akuza nga më të ndryshmet ndaj qeverisë nga partia opozitare maqedonase LSDM nuk mungojnë as edhe në ditët e festave. Vikendi zgjatur për qeverinë do të kalon në rehati dhe luks, ndërsa për shumë qytetar ai po shndrohet në ditë të vështira mbijetese. Kështu ka deklaruar nënkryetaria e LSDM-s Stefania Kuzmanovska, e cila thekson se realiteti në terren është krejt ndryshe nga ai që përjetojnë zyrtarët qeveritar. Kuzmanovska deklaroi se qytetarët e përballen me varfëri dhe mungesë të kushteve bazë, sidomos në prag të festave, duke shtuar se shumë familje nuk kanë as mundësi për një tryezë modeste të pashkeve, pasi ajo tha se frigoriferet dhe xhepat e qytetarëve janë bosh, ndërsa ata numërojnë në çdo denar për të mbijetuar. Ndërkohë që populli mezi mbijeton dhe numëron çdo denar, ju si Luigi 14 bashkë me funksionarët e qeverisë gostiteni në hotele të shtrenjta, në kurriz të qytetarëve. Nuk ka para për pagë minimale prej 600 euro, nuk ka para për subvencione, nuk ka para për masa për qytetarët. Para ka vetëm për luksin e Mickoskit. Kuzmanovska tha se pushteti është i shkëputur nga realiteti i qytetarëve dhe nuk vepron në interes të tyre, por për veten dhe pasurimin e tij. Nga opozita kërkohet të përgjegjësi dhe masa konkrete për përballimin e krizës ekonomike, ndërsa qytetarët të siçta vazhdojnë të përballen me çmime të larta dhe standarde të gjithnjë e më të ulët jetese.